me shumë kënaqësi dhe me shumë respekt dhe ne jemi vërtet shumë e fat që kemi sot qershin në tort. Do prezantoja me shumë dëshirë Dr. Manol Jovanin. Dr. Manol Jovani ka një eksperiencë internacionale, pra është i trajnuar në sëmundjet gastrointestinale, ka bërë kërkime shkencore në Universitetin e Bolonjës dhe më pas dhe të Milanos, Universitetin e Milanos dhe më pas në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Harvard University, pra e keni këtu, dhe në Johns Hopkins. Ka shumë interes në terapinë endoskopike dhe prandaj për terapinë endoskopike do na flas sot. Dr. Jovani është edhe antar i ECGS, që është European Society of Gastrointestinal Association, Quality Improvement Committee. Pra, Dr. Jovani jo vetëm që praktikon mjekësi të avancuar, gastroenterologji të avancuar, por është në bordet e shumë shoqatave të rëndësishme gastrointestinale në botë, në Europë, në Amerikë, pra ne jemi shumë krenar për të. Është part of Standard of Practice Committee of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy dhe po ashtu ka qenë autor ose koautor i artikulleve shumë të rëndësishëm në fushën e gastroenterologjisë. Prandaj jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që e kemi sot këtu për të folur. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit kaq shumë për prezantimin kaq të bukur dhe për fjalët e ëmbëlta, dhe faleminderit shumë. Dhe është një kënaqësi shumë e madhe dhe nder për që të jem këtu me ju. Faleminderit shumë Albanian Fighting Cancer për ftesën dhe fjalimi im sot do jetë për procedurat endoskopike. Më saktë për procedurat e endoskopisë avancuar, pra terapinë endoskopike. Shumë prej gastroenterologëve të përgjithshme bëjnë endoskopi diagnostikuese për shumicën e kohës. Kurse unë sot do flas për terapitë që mund të bëhen me anë të endoskopisë. Në thelb, mesazhi praktik, le të themi, do jetë që nëse keni ndonjë sëmundje serioze gastrointestinale, dhe po them serioze, të gjitha sëmundjet janë serioze, por disa janë life threatening, pra disa kanë atë potencialin që të shkaktojnë vdekje. Nëse keni këto lloj sëmundjes, është shumë mirë që të shkoni jo thjesht në një spital rajonal, por në një spital ku ka terapi endoskopike të avancuar, sepse fatkeqësisht jo çdo spital ka këto aftësi. Dhe pse? Sepse shumë gjëra që njëherë kohë bëheshin në kirurgji, ose shumë gjëra që ndoshta në spitale më të vogla përsëri mund të këshillojnë kirurgjin, në të vërtetë, nëse keni një spital ku ekziston aftësia dhe eksperienca terapeutike me endoskopi, këto gjëra mund të bëhen me endoskopi, pra në mënyrë minimally invasive, pra shumë pa nevojë që të prihet nga jashtë. Thelbi i endoskopisë është që ne shkojmë ose nga goja, ose nga ana tjetër, dhe shkojmë brenda trupit dhe bëjmë procedurat nga brenda, pra nuk pritet asgjë, nuk ka prerje nga jashtë në asnjë mënyrë. Dhe unë do flas për disa nga këto lloj procedurash endoskopike. Një nga më të zakontat është ajo që quhet ERCP, endoskopit retrograde cholangioppancreatography. Kjo është një nga më të vjetrat dhe më të zakontat procedura endoskopike. Kur e bëjmë këtë gjë? Nëse kemi sëmundje të rrugëve biliare, pra nëse ka sëmundje të tëmthit ose të rrugëve biliare që bashkojnë mëlçin me zorën, nëse ka sëmundje të tilla, ne mund të shkojmë nga goja dhe mund të shkojmë tek zora, te pika ku ky tub, që është tubi i biliary duct, i duktut biliar, ky bashkohet me intestinë dhe ne aty mund të shkojmë brenda dhe mund të bëjmë trajtime. Dhe kjo është mënyra, kjo është se si duket nga pikpamja endoskopike. Pra, kjo është pika ku lidhet me zorën, ne futemi brenda me anë të një mekanizmi të specializuar, e bëjmë një prerje të vogël aty dhe mund të futemi brenda dhe mund të shikojmë çfarë ka. Për shembull, në këtë rast, ju shikoni në mënyrë indirekte me anë të rrezeve X, ne mund të shikojmë tubin biliar këtu, mund të shikojmë këtu
tëmthin dhe shkojmë që tëmthi ka gur, ka dhe gur në tubin biliar dhe ne këto mund t'i heqim me anë të endoskopisë. Njëre në kohë këto bësh me kirurgji, tani mund t'a bëjmë me anë të endoskopisë. Jo vetëm të, por edhe nëse dikush ka një verdhës nga një sëmundje malinje, nga një kancer për shembull, mund ta shikojmë këtu është bllokuar komplet rruga biliare sepse ka një tumor dhe ne atë mund ta trajtojmë. Jo tumorin, po mund të heqim verdhësën dhe pastaj onkologët mund të trajtojnë tumorin ose kirurgët. Si në këtë rast, për shembull, këtu mund të marrim një ballon dhe ne hapim atë rrugë që ishte bllokuar dhe mund të vëmë një stent përsëri për të hequr verdhësën, siç mund ta bëjmë këtu, ky është një stent metalik, ose mund të vëmë stent plastik, si në këtë rast këtu, ose mund të bashkojmë stent metalik, stent plastik, por në thelb këto hapin rrugën që ishte bllokuar më para dhe heqin verdhësën në këtë mënyrë. Kjo është një verdhës bllokuese, është ndryshe nga verdhësa që foli Dr. Shazana, që janë verdhësa infektive, këto janë verdhësa që shkaktohen nga bllokim për shumë kancer apo nga mekanike, exactly, do thënë, ose nga kanceri, ose nga gurët, ose nga sëmundjet të tjera. Një rast tjetër që është shumë i rëndësishme dhe ky është për shembull një nga rastet në të cilat thash, varet në çfarë spitali veni, nëse keni një tumor në fazat e para te ampjulla, që tek pika pra ku mëlçia lidhet me zorën, në shumë vende mund të ofrojnë kirurgji për këtë, dhe kjo kirurgji mund të jetë një kirurgji shumadore. Por ama nëse ka eksperienca endoskopike, kjo si në këtë rast, ky është një rast në cilën e bëra unë, në cilën ky tumori me anë të endoskopisë ne e prem komplet dhe ky pacient nuk ishte më nevojë të bënte kirurgji. Jo vetëm që ne shikojmë rrugët biliare nga jashtë në mënyrë indirekte me anë të rrezeve X, por ne në fakt mund të futemi brenda në mëlçi. Pra unë shkoj nga goja dhe mund shkoj gjithë rrugën deri brenda në mëlçi. Dhe kjo bëhet me anë të këtij endoskopit shumë të vogël. Pra me endoskopin e madh u futem nga goja dhe shkoj deri përballë mëlçisë dhe pastaj brenda këtij endoskopit të madh unë vendos një endoskop akoma më të vogël dhe mund të futem brenda mëlçisë në atë mënyrë. Dhe duke futur brenda mëlçisë, këto janë rrugët biliare të zakonta, këtu janë brenda mëlçisë, dhe në këtë rast për shembull shikojmë këtu ka një gurë të madh, unë këtë gurë të madh mund ta shkatroj dhe mund ta heqim. Përsëri më para se ne të kishim këta njerëz duhet të bënin kirurgji, kurse tani me endoskopi ne mund ta heqim pa nevojë për kirurgji. Ose mund të bëjmë si në këtë rast biopsi të brendshme dhe në këtë rast ne kemi një diagnozë të saktë për pacientin dhe pastaj ata mund të shkojnë ose në kirurgji, ose në kemoterapi, ose një bashkëpunim midis kirurgjisë dhe kemoterapisë duke u varur nga stadi i sëmundjes. Kjo ishte ajo që ishte RCP-ja. Por ama ne bëjmë jo vetëm RCP, po ne bëjmë edhe ultrasound. Ultrasound mund të bëhet me anë të endoskopisë, sepse çfarë do? Te endoskopi ne vendosim te koka e tij, vendosim një mashinë të vogël me ultrasound dhe mund të bëjmë ultrasound siç bëhet nga jashtë, mund të bëhet edhe nga brenda. Dhe kjo na jep shumë benefite sepse ne arrim të shikojmë gjithë organet që janë rreth rrotullit stomakut. Mund të shikojmë pankreasin, mund të shikojmë tëmthin, mund të shikojmë mëlçin, mund të shikojmë çdo lloj organ që është rreth rrotull atje. Si për shembull, në këtë rast ky është tëmthi dhe këtu shikoni gurë, këtu mund të shikojmë nga brenda. Ose në këtë rast kemi një tumor këtu dhe ne mund të bëjmë një biopsi. Ky është një needle e cili mund të futet brenda tek tumori dhe ne mund të marrim material dhe për ta studiuar për të parë se çfarë është në të vërtetë. Por kjo nuk është vetëm për diagnozë, kjo shërben edhe për të bërë ndërhyrje terapeutike. Një nga ndërhyrjet më të zakonta që ne bëjmë është trajtimin e pseudocyst. Këto janë collections që bëhen kur dikush ka një pankreatit, mund të bëjmë collections që janë rreth rrotull pankreasit ose të stomakut. Dhe kjo shkakton që njeriu të ketë të vjella, të ketë dhimbje barku, mund të ketë infeksione të tjera. Ne mund të ndërhyjmë atje pa kirurgji, përsëri mund të shkojmë nga goja dhe ne mund të ta heqim këtë collection. Si mund ta bëjmë në këtë mënyrë. Hyjmë me endoskopin dhe ne shikojmë me ultrasound këtë collection dhe vendosim një stent in between them. Dhe duke vendosur stent, ne mund të futemi pastaj brenda në collection dhe mund ta pastrojmë komplet atë. Përsëri, njëra një kohë kjo mund të bëjë nga kirurgjia dhe kishte shumë efekte anësore, kurse sot mund ta bëjmë nga goja, pas një lloj çarje nga jashtë dhe me më pak efekte anësore. Dhe kjo është se si duket me endoskopi. Kjo është ajo collection dhe këtu kam bërë një vrim në stomak, pastaj bëj dhe një vrim brenda tek ky collection dhe pastaj bëj një stent midis tyre dhe tani ky stent më lejon mua që të futem brenda te collection dhe duke u futur brenda te collection, siç e shikoni tek ky imazhi këtu, ky
ky është collection, ky është necrotic tissue, pra ind që ka vdekur dhe që duhet hequr, dhe kur unë e heq atë me endoskopi, ky është rezultati final. Pastrohet komplet ajo nga necrotic tissue, dhe mbasi pastrohet, pastaj ajo shërohet, kollaps edhe shërohet. Dhe gjitha këto mund të bëhen përsëri, pa nevojë për kirurgjinë. Nga ana tjetër, tëmthi, siç thamë, tëmthi mund të ketë sëmundje të ndryshme. Tani, zakonisht terapia standarde për tëmthin është kirurgjia. Nëse dikush ka sëmundje të tëmthit, duhet hequr me kirurgji. Por ama, ka pacientë të cilët nuk janë kandidat të mirë për kirurgji. Arsyeja për këtë është sepse mund të kenë sëmundje kardiologjike, mund të kenë shumë arsye të tjera, por nuk janë kandidat të mirë për kirurgji. Çfarë mund të bëhet në këta nëse ata zhvillojnë një sëmundje të tëmthit? Ka në thelb 3 alternativa. Alternativa standarde ka qenë ajo që i vën një tub nga jashtë që të drejnë atë tëmthin. Problemi këtij është obvious, do thënë, nëse ju jeni dhe keni një tub që del nga jashtë, kjo do ketë ndikim mbi mënyrën se si do jetoni jetën. Mund të infektohet, mund të ketë leaks, mund të ketë gjëra që dalin jashtë, e bën jetën më të vështirë. Pra, por ka 2 alternativa endoskopike. Ne mund të bëjmë ERCP-n, atë procedurën që zura ngojnë në fillim, dhe duke shkuar nga brenda, ne mund të vëmë një stent brenda në gallbladder, dhe në këtë mënyrë ne drejmë gallbladder përsëri pa pasur asnjë nga jashtë, drejni që është nga brenda. Ose ne mund të përdorim përsëri këto stentet, që quhen luminopozing metal stent, në cilën ne bëjmë një vrim tek zora, bëjmë një vrim tek tëmthi dhe i bashkojmë të dyja bashkë. Dhe duke i bashkuar të dyja bashkë, pastaj ne mund të futemi brenda dhe mund ta pastrojmë edhe nga gurët apo nga çfarëdologjia tjetër që ndodh, sëmundje që ndodhin brenda në tëmth. Dhe përsëri, e gjitha kjo bëhet pas një çarje nga jashtë, e gjitha kjo bëhet nga goja. Pacienti vjen aty, bën procedurën, nuk ndjen asgjë, ikën përsëri në shtëpi pas një lloj problemi. Shumica absolute e gjithë këtyre ndërhyrjeve nuk shkaktojnë asnjë lloj ndjesie, pra pacientët zakonisht nuk kanë dhimbje pas saj. Dhe zakonisht vinë në mëngjes, bëjnë procedurën e mbasdite ikin në shtëpi. Dhe kjo është mënyra se si duket. Kjo është për shembull tëmthi, e shikoni është i mbushur plot me materiale brenda. Unë vendos të bëj një vrim brenda në tëmth, bëj një vrim në zor, i bashkoj ato me anë të këtij stentit, dhe pastaj këto janë shumë gjëra që dalin jashtë. Ky është stenti që bashkon tëmthin me zorën këtu. Këtë e shikojmë edhe këtu, tëmthi këtu, zora këtu dhe e shikoni stenti i bashkon të dyja. Dhe në këtë mënyrë ne mund ta pastrojmë tëmthin pa nevojë për kirurgji. Përsëri, kjo në raste nëse dikush nuk është një kandidat i mirë për kirurgji. Në përgjithësi kirurgjia mbetet për të deri sot ngjetet përsëri ai standardi i care, standard of care, por në rastin në cilat kjo nuk është e mundur, kjo mund të bëhet drejnim nga brenda pa nevojë që të ketë një tub që del nga jashtë. Shumë njerëz gjinje më shumë po bëjnë atë që quhet Roux-en-Y gastric bypass. Njerëzit bëjnë kirurgji për të ulur peshën, për të humbur peshën. Dhe Roux-en-Y gastric bypass është relativisht i zakontë. Problemi është se kur njerëzit bëjnë humbje peshe, sidomos kur bëjnë një humbje peshe shumë të shpejtë, mund të formojnë gurë në tëmth. Dhe këto gurët në tëmth pastaj krijojnë probleme si dhimbje etj. Jo vetëm kaq, por njerëzit do thënë edhe ata që kanë Roux-en-Y gastric bypass kanë të njëjtë mundësi si të tjerët që edhe të kenë sëmundje të pankrasit, sëmundje të mëlçisë etj. Tani si ne mund t'i trajtojmë këto? Mënyra alternative e zakontë kaq endoskopike ka qenë që ne përdorim një endoskop shumë të gjatë për të vajtur që nga goja deri këtu. Problem deri tek pika ku lidhet tëmthi me zorën. Problemi është që shumicën e herëve kjo është shumë e vështirë, sepse kjo zorë është shumë e gjatë dhe është shumë e vështirë që të arrish atje. Thuajse gjysma e rasteve ne nuk arrim të arrim deri në atë pikë, sepse është shumë e vështirë. Herë të tjera përdoret kirurgjia për të bërë që ne të hyjmë tek pjesa e stomakut që është excluded dhe të futemi atje dhe që ta trajtojmë. Përsëri kjo është shumë e vështirë sepse nëse është shumë e vështirë për të organizuar, përsëri është një kirurgji dhe ne do të evitojmë kirurgjinë dhe mbi të gjitha do të nëse ka nevojë për ndërhyrje të reja, përsëri është shumë e vështirë. Kurse në vende në cilën kanë endoskopi të avancuar, çdo gjë përsëri mund të bëhet me endoskopi. Ne vendosim të stent midis dy stomakeve të ndryshme që janë prerë, që janë ndarë nga njëri tjetri dhe mund të bëjmë pastaj endoskopin shumë të thjeshtë. Dhe kjo është mënyra se duket. Unë shkoj te stomaku që është prerë, te pjesa e stomakut që është prerë,
Vendos stentin aty dhe pastaj mund të kaloj midis tyre, midis stentit, e shikoni stenti këtu, mund të hija endoskopin dhe të bëj ose ultrasound ose IRCP si në këtë rast. Përsëri, mesazhi në thelb është që nëse eksperienca teknike ekziston, këto procedura mund të bëhen pa kirurgji. Kurse në vende në cilat nuk ekziston kjo eksperiencë, për fat keq dikush do duhet të bëjë një kirurgji që mund të jetë teorikisht edhe madhore. Një mënyrë tjetër se mund ta përdorim endoskopinë e avancuar është që të krijojnë për të trajtuar simptomat e një bllokimi të zorës nga kanceri. Nëse dikush për fat keq mund të ketë një bllokim të zorës, për shembull këtu nga kanceri i pankreasit, nuk është më në gjendje të haj, sepse ka të vjella, sepse zora është e bllokuar. Në këtë rast, neve mund të zhbllokojmë, ose më saktë mund të bypass, pra mund të kalojmë përtej bllokimit, duke krijuar një komunikim midis stomakut dhe zorës përtej bllokimit. Dhe në këtë rast pacienti përsëri mund të hajë. Dhe kjo gjë përsëri tradicionalisht bëhej me kirurgji, po tani ne këtë mund ta bëjmë me endoskopi në vende në të cilat ekziston kjo aftësi ose kjo eksperiencë. Dhe kjo është mënyra se si duket, pra stenti shkon, këtu është zora, hapet stenti në zorë, kjo është i njëjti stent që hapet në stomak, dhe tani ka komunikimi midis stomakut këtu dhe zorës këtu, ekziston komunikimi me anë të këtij stentit. Dhe këtu unë jam në stomak tani, kjo është stenti dhe unë shikoj zorën këtu, do të thënë ka komunikim me anë të këtij stentit. Përsëri, njëra kohë kjo bëj me kirurgji, tani mund ta bëj me endoskopi dhe nuk ka asnjë lloj prerje dhe pacienti vi, flë gjumë, kur ngrihet me problemin e zgjidhur, asnjë lloj dhimbje. Në mënyrë të ngjashme, nëse ka një bllokim të mëlçisë, të rrugëve biliare në mëlçi dhe alternativat në thelb ekzistojnë, ose RCP-ja, por nëse RCP-ja nuk mund të bëhet për arsye të ndryshme, atëherë alternativa tradicionale ishte që të vijë një tub nga jashtë brenda mëlçisë që ta drejnë mëlçin. Por përsëri kjo ka probleme të njëjta që zurajmë më parë, pra ke një tub jashtë influencon atë cilësinë e jetës dhe mund të ketë infeksione, ka nevojë për ndërhyrje të shpeshta e kështu me radhë. Kurse tani me endoskopi ne mund ta bëjmë këtë gjë nga brenda përsëri dhe nuk ka asgjë nga jashtë pacientit. Po kjo përsëri mund të bëhet vetëm në vende ku ka endoskopi të avancuar. Dhe në këtë rast ne mënyra se si e bëjmë është që ne futemi tek mëlçia me anë të ultrasound e shikojmë mëlçin, kalojmë një, siç mund ta shkojmë këtu, e shikojmë mëlçin, kalojmë një guide wire atje, e hapim atë rrugën me anë të një ballon dhe pastaj vendosim stentin midis tyre. Tani ekziston stenti që bën komunikimin midis mëlçisë dhe stomakut dhe ekziston ky komunikim dhe njeriu do të thënë e drejns mëlçin në stomak direkt pa nevojë për tuba të jashtëm. E njëjta gjë mund të bëhet edhe në pjesë të tjera të rrugëve biliare. Dhe kjo është mënyra si duket përsëri. Këtu është rruga biliare me ultrasound e shpojmë atë, vendosim një guide wire dhe pastaj vendosim një stent që komunikon midis zorës këtu dhe rrugëve biliare këtu dhe në këtë rast nuk ka nevojë përsëri për kirurgji, nuk ka asgjë nga jashtë, çdo gjë bëhet nga brenda. Dhe disa herë ne mund të kombinojmë këto, nëse ka një bllokim të zorës nga tumori, që edhe shkakton bllokim të zorës, po edhe shkakton atë verdhëzën e bllokuese, përsëri me të njëjtën procedurë endoskopike, me një procedurë ne mund ta bëjmë të dyja trajnimet, kurse më para pacienti duhet të bënte kirurgji për njërin edhe radiologji për tjetrën. Dhe gjitha këto tani mund të bëhen vetëm me një ndërhyrje të vetme. Tani të lëvisim për një aspekt tjetër, aspekti i kancerit të zorës ose të stomakut. Është një që quhet third space endoscopy. Thelbi koncepti është që muri i stomakut apo i zorës mund të ndahet në 3 pjesë. Pjesa e parë që quhet mukoza, pjesa e dytë që quhet submukoza dhe pjesa e tretë që quhet muscularis. Ne mund të ndajmë këto pjesë, ne mund të shkojmë në submukoza dhe mund të ndajmë mukozën nga muskulare. Pse është kjo e rëndësishme? Kjo është shumë e rëndësishme sepse duke i ndarë këto të dyja, ne mund të trajtojmë shumë sëmundje. Shumica kancereve fillojnë në nivel të mukozës, këtu në pjesën sipërfaqësore. Nëse ne mund të ndajmë këtë dhe nëse e kapim shpejt kancerin, ne duke ndarë këtë nga pjesa tjetër ne mund të heqim kancerin pa nevojë për kirurgji. Nga ana tjetër ka sëmundjet e tjera që janë te muskujt dhe përsëri, nëse ne mund ta ndajmë mukozën nga muskuli, ne mund të presim muskulin dhe mund të mbulojmë çdo gjë me anë të mukozës. Pra, mund të ndryhim ose te mukoza ose te muskuli me anë të endoskopisë. Dhe do jap 2 shembuj për këtë.
Shembulli i parë është ky që quhet peroral endoscopic myotomy. Nëse dikush ka një sëmundje që quhet achalasia, achalasia është një sëmundje që bllokon esofagun dhe nuk hapet. Muskuli është shumë i bllokuar. Tani normalisht të gjitha kemi muskulin e esofagut, i cili kur kalon ushqimi hapet dhe pastaj pasi ka kaluar ushqimi mbyllet në mënyrë që ushqimi mos të vi prapë lart. Pra nëse ky muskull është shumë aktiv dhe shumë i madh, e bllokon komplet sa nuk hapet dhe nuk lejon që ushqimi të shkojë poshtë. Kjo është sëmundja e achalasia. Është një sëmundje jo kancerogjene, por ama është një sëmundje që nuk të lejon të hash bukë. Do të thënë është një sëmundje as të pish ujë ca herë. Pra është një sëmundje që është shumë e keqe sepse ndikon shumë aftësinë, cilësinë e jetës. Në këtë rast ne mund të shkojmë me endoskopi përsëri në atë submukoza në pjesën e dytë, e ndajmë mukoza nga muskuli, pastaj shkojmë me presim muskulin dhe mbyllim çdo gjë me anë të mukozës. Dhe kjo është mënyra se si duket endoskopisht. Unë bëj prerjen në mukoza, këtu jam në submukoza, po ndaj muskulin këtu sipër, nga mukoza këtu sipër. Dhe ky është tuneli që unë kam krijuar. Këtu është muskuli, këtu është mukoza, dhe midis tyre kemi submukoza që e kam darë. Dhe pastaj unë shkoj dhe e pres muskulin. Duke prerë muskulin pastaj, këtu jemi me çfarë fjalë, kjo është zëmra këtu. Se do të thënë ezofagu dhe zemra janë në këtë zonë, kështu që është një procedurë shumë delikate dhe sigurisht prandaj vetëm disa vende e bëjnë, por ky është muskuli esofagut që është prerë, këtu mund të shikojmë perikardion që është zemra, dhe mbasi kemi mbaruar këtë prerjen e muskulit, pastaj mbyllim çdo gjë me anë të klips këtu, dhe në këtë rast do të thënë integriteti i esofagut qëndron, por ama muskuli është prerë. Dhe në këtë mënyrë, pacientët shumica mbi 95% kanë benefit, arrin të hanë pastaj thuajse normalisht. Si zurangoj, kur ne shkojmë në submukoza, ne mund të presim muskulin, siç ishte shembulli që sapo tregova, por mund të presim edhe tumore që janë në pjesën zakonisht në mukoza, pra në pjesën sipërfaqësore. Nëse tumori është në stadiet iniciale, pra në stadiet më të fillimit të tij, ne mund ta presim këtë me endoskopi. Dhe në stadiet iniciale do të thotë që është ose vetëm në mukoza, ose është në submukoza, po shumë sipërfaqësore në submukoza. Nëse është në këtë stad, ne mund ta trajtojmë çdo tumor tani me endoskopi, pa nevojë për kirurgjinë. Këto janë disa shembuj, për shembull, këtu është një tumor në fazet iniciale që është në stomak, dhe shikoni unë ku po pres submukoza, këtu është mukoza, muskuli është tu sipër, unë po pres submukoza, dhe mbasi pres, shikoni kjo është një pjesë rreth 7 cm këtu, dhe këtu në mes ishte tumori. Dhe tumori tani ka ikur pa nevojë për kirurgji. Përsëri, njërin kohë, ky person duhet të priste gjysmën e stomakut të hiqej me anë të kirurgjisë, kurse tani bëri një procedurë, nuk ndjeu asgjë kur u ngrit, përsëri asnjë lloj ndjesie dhe shkoi në shpinën e tij të ditë. Dhe kjo mund të bëhet siç është në stomak, mund të bëhet në esofag, mund të bëhet në kolon, mund të bëhet në çdo vend në cilin ne mund të shkojmë me anë të endoskopisë. Ky është një nga shembujt për cilët unë vetë personalisht jam më krenar për veten time, sepse ky ishte një tumor në cilin mua ma dërgoi një gastroenterolog, ishte një kancer, siç e shkruajnë, kanceri është rreth e rrotull në pjesën e fundme të stomakut. Dhe gastroenterologu që ma dërgoi në bashkëpunim me një kirurg ma dërgoi thjesht për të bërë një stadiation, pra që të bëje një ultrasound që të shikoja sa i avancuar ishte sëmundja. Kur unë bëra ultrasound, unë e pash që ishte shumë sipërfaqësore dhe marr telefon gastroenterologun dhe kirurgun dhe unë them, sipas me kjo mund të hiqet me endoskopi, nuk ka nevojë për kirurgji. Asnjëri, as tjetri nuk më besonte. Nuk më besuan sepse thanë nuk është e mundur. Sepse me qira fjala, prandaj është e rëndësishme që të shkoni në një vend ku ka terapi të avancuar, sepse për fat keq edhe disa gastroenterolog ose edhe disa kirurg nuk dinë për këto opsione. Në këtë rast specifike, kjo paciente ishte prenotuar për të bërë një total gastrectomy, që do të thënë do hiqnin gjithë stomakun për shkak të kësaj sëmundje. Unë e pash të thash që ndoshta mund të bëhet me kirurgji, ja ofrova pacientit si mundësi, duke me gjithë limitimet që ndoshta mund të mos ishte mundur, pozicioni ishte shumë i vështirë etj. Ishte një procedurë që mua më desh rreth 12 orë që ta bëja, se ishte procedurë shumë e vështirë, por ama gjithë kanceri u hoq me anë të endoskopisë. Pacienti ishte, të paktën unë e ndoqa për një vit mbas asaj, pastaj lëviza nga ishte kur isha në New York, pastaj lëviza nga New Yorku, por ama për një vit që unë e ndoqa mbas asaj procedure pacienta nuk ishte më kancer, ishte cancer free. Dhe mbi të gjitha mbajti cilësinë e jetës, sepse nëse ata hiqnin gjithë stomakut me kirurgji, që ishte ajo terapia standarde, ajo do kishte një cilësi jete shumë të ulët, por në këtë mënyrë ajo pati një cilësi jete shumë të mirë, të zakonshme.
Pra, në thelb përsëri, mesazhi është që në qendër dhe kjo nuk është e mundur për çdo tumor për fat keq. Nëse siç thash, nëse tumori është i avancuar përveç stadit inicial, endoskopia nuk mund të bëjë dot asgjë për të. Kirurgjia, onkologjia sigurisht janë trajtimet standarde. Por gjitha këto mund të vendosen nëse dikush ka eksperiencë për ta bërë një gjë të tillë, dhe prandaj është e rëndësishme që të merret disa herë të merret një second opinion nga qendra që kanë eksperiencë me endoskopi të avancuar. Obeziteti, si foli dhe doktoresha Zana, është shumë i shpërhapur dhe njerëzit dhe ka trajtime të ndryshme për obezitetin. Lifestyle modification është një nga më të zakonshmet, pra hani shëndetshëm, trajtim hani shëndetshëm, hani sasi të arsyeshme dhe bëni aktivitete fizike. Këto janë bazat e çdo lloji trajtimi për shëndetin. GLP-1s dhe lloje të ndryshme mjekimesh kanë dalë dhe do vazhdojnë të dalin, dhe këto janë shumë të rëndësishme dhe useful. Kirurgjia bariatrik ka qenë një nga standardet për njerëz në cilën nuk arrin të humbin peshë me këto metoda, me metoda të mjekësisë ose me lifestyle modifications ose me mjekime. Dhe së fundi, rreth 15 vitet e fundit, terapia ka edhe terapi endoskopike për të trajtuar obezitetin. Dhe këto nuk janë mutually exclusive, pra këto nuk është o njëra o tjetra. Shumë herë këto gjëra mund të kombinohen me njëra tjetër, por sigurisht unë sot do flas për endoskopi, për aspektin endoskopik. Ka shumë procedura endoskopike të ndryshme dhe kjo është një figurë që tregon llojet e ndryshme të procedurave, por unë do flas vetëm për dy në thelb, se ato të dyja janë ato më të zakonta që ne përdorim. Një është që vendosim një ballon, space occupied devices, ballon në stomak. Çfarë bën këto ballon? Këto janë rreth 500 deri 600 mililitra, dhe çfarë bëjnë këto japin atë ndjesinë e plotësisë në stomak. Pra, nëse është diçka që është prezente aty, duket sikur ti already ke ngrënë diçka dhe në këtë mënyrë ti ha më pak. Këto zakonisht mbahen 6 dhe 12 muaj duke varur nga lloji i ballonit që përdoret, por në thelb qëllimi kryesor është jo vetëm që të hani pak gjatë kohës që balloni është aty, por mbi të gjitha që të mësoni zakone të reja të ngrënit, sepse ato mbasi hiqen pas 6 muajsh, nëse ju ktheni përsëri në zakonet e vjetra, le të themi, në mënyrës të ngrënit, ose në sasitë e vjetra, kjo mund të shkaktojë përsëri fitim të peshës. Por nëse mësoni zakonet e reja për 6 ose 12 muaj, dhe nëse i vazhdoni ato, kjo do jetë shumë e dobishme. Nga ana tjetër, ekziston kjo që quhet endoscopic sleeve gastroplasty. Në thelb, ky është që ne mund të bëjmë me endoskopi përsëri duke shkuar nga goja, ne mund të shkojmë brenda stomakut dhe ne kemi mënyra endoskopike për të bërë suturing, s'po një fjalë qepjen. Për të bërë qepje, pra mund të bëjmë qepjen nga brenda të stomakut dhe mund ta zvoglojmë stomakun rreth 70%. Pra duke ulur volumin e stomakut, sigurisht ulet dhe volumi i sasisë që ne mund të ham dhe si rjedhoj humbja dhe humbja e peshës. Do të qëllimi i këtij ishte që në një farë mënyre të riprodhonim atë që quhet sleeve gastrectomy, që është metoda kirurgjikale. Tani ndryshimi është që metoda kirurgjikale ka më shumë benefite, pra ul më shumë peshën se sa metoda endoskopike, por metoda endoskopike ka më pak efekte anësore se sa metoda kirurgjikale. Dhe mbi gjitha është jo kirurgjikale, pra nuk ka prerje nga jashtë, dhe kjo është potentially reversible, në kuptimin që nëse dikush do që t'i heq, gjithë çfarë duhet bëjmë është që të bëjmë një endoskopi dhe të presim ato fijet dhe pastaj stomaku kthehet si ishte më para, kurse nëse bëhet me kirurgji, stomaku nuk mund të rikthehet më si më para sepse është prerë. Pra, ka benefite të ndryshme me secilin nga metodat dhe është mirë që nëse dikush mendon që të bëjë këto ndërhyrje për të humbur peshë, të flas si me kirurgët, ashtu edhe me endoskopistë për të parë cilat janë opsionet, cilat janë mundësitë. Së fundmi, nëse dikush ka bërë një Roux-en-Y gastric bypass, ata përsëri mund të fitojnë peshë, sepse për dy arsye. Një, sepse ky stomaku i vogël që ka ngelur mund të bëhet më i madh gjatë kohës, dhe e dyta, kjo gastrojejural anastomosis, që është lidhja e stomakut me zorën, mund të hapet dhe mund të bëhet më e madhe dhe në këtë mënyrë përsëri pacienti fillon përsëri të hajë më shumë. Ne që të bëhet kirurgjia e dytë është shumë e vështirë për arsye të ndryshme teknike, është shumë e vështirë dhe zakonisht kirurgët preferojnë të mos bëjnë një kirurgji të dytë. Alternativa në këtë rast mund të jetë endoskopike.
ne mund të shkojmë me endoskopi dhe ne mund të zvogëlojmë përsëri me tjetër mënyrë, me anë të qepjes së brendshme, ne mund të zvogëlojmë këtë gastric pouch, këtë stomakun e vogël mund ta bëjmë akoma më të vogël, ose mund të zvogëlojmë këtë gastrojejunal anastomosis, anastomosën pra midis stomakut të vogël dhe zorës, mund ta zvogëlojmë akoma më shumë dhe në këtë mënyrë përsëri pacienti ha më pak dhe si rjedhoj mund të humbas pesh. Për sa i përket lesioneve pretumorale, siç u zunëgoj më shumë se një rast, është e rëndësishme që të bëhet screening, pra depistimi për kancerin e kolonit. Dhe çfarë ndodh shpesh që kur bëhet kjo kolonoskopia, ne gjejmë polyps. Tani polyps nuk janë në vetvete kancer, janë prekancerës, pra mund të bëhen kancer, por nuk janë kancer akoma. Në ato raste ne mund t'i heqim me endoskopi dhe pacienti nuk zhvillon asnjëherë kancer pikërisht sepse u hoq tumori që mund të bëjë kancer. Tani ka ndodhur shpesh dhe kur them shpesh edhe sot, për shembull para një viti, një shoqe mamas time më shkrua në Facebook dhe më thotë, buri im i pa një polyp të vogël në zorë dhe ai kirurgu që bëri kolonoskopin i tha, duhet të bëjmë kirurgji për ta hequr. Dhe në thash absolutisht jo, këto janë benign, nuk janë kancer akoma, dhe këto mund të hiqen shumë mirë me endoskopi. Dhe ajo ishte në Toronto, në Kanada, dhe unë mora në telefon një kolegun tim që është në Toronto, i vura në kontakt, dhe ajo e hoqi me anë të endoskopisë pa nevojë të kirurgjinë. Pra, për gjëra të tilla benign mund të bëhet një endoskopi, sepse në këtë rast kjo është shumë sipërfaqësore, përse ne bëjmë një infiltration në submucosa, përdorim një snare, si në këtë rast, dhe ne e heqim. Kjo që lezioni këtu që mund të bëjë tumor në të ardhmen, ne e hoqim me anë të endoskopisë dhe sigurisht duke mos ekzistuar më aty nuk mund të bëhet tumor. Pra përsëri mesazhi është merrni një opinion nga endoskopisti sepse ndoshta ose nga gastroenterologu që është specialist në endoskopi të avancuar, megjithëse kjo bëhet edhe nga gastroenterologët e përgjithshëm, në mënyrë që të evitoni potentially një kirurgji të panevojshme. Sot ka të dhëna që deri në 20% të kirurgjive që bëhen për këto sëmundje mund të ishin të hequr me anë të endoskopisë. Pra, akoma sot ka kirurg që këshillojnë kirurgjinë sepse nuk janë update, le të themi, me të dhënat më të fundit dhe ata përsëri këshillojnë kirurgji, megjithëse shumë prej këtyre gjërave mund të hiqen me endoskopi pa nevojë për kirurgjinë. Stenting është thjesht nëse kanceri është i avancuar, si zurangoj, endoskopia nuk mund të bëjë asgjë për ta trajtuar, por ama ne mund të bëjmë ndërhyrje që mund të ndihmojë me cilësinë e jetës. Për shembull, nëse dikush ka bllokim të esofagut, apo të zorëve, apo të kolonit, ne mund të bëjmë një stent aty dhe mund ta hapim dhe pacienti mund të ketë një cilësi jete të paktën thuajse normale, ku më parë kjo nuk ishte e mundur. Barrett's esophagus, esofagu i Barrett, që quhet, është një trajtim kur ne kemi refluks, siç u zunugoj më para, mund të ketë një ndryshim të esofagut dhe ai mund të transformohet dhe të bëhet ai që quhet esofagu i Barrett. Tani esofagu i Barrett në vetvete është i paragjithshëm, nuk ka asnjë lloj problemi. Por ama problemi me të është që nëse esofagu i Barrett mund të bëhet kancer në të ardhmen. Mund të duhet vite, por mund të bëhet kancer në të ardhmen. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ky të trajtohet kur nuk është akoma kancer, sepse në atë rast nuk mund të bëhet kur kancer. Dhe ne mund të kemi trajtime endoskopike. Nëse ekziston një nodule aty, ne mund ta trajtojmë me metodat që zurangoj më para, ose me endoscopic mucosal resection ose me metodën tjetër, endoscopic submucosal dissection. Mund ta trajtojmë këtë dhe pjesën tjetër të esofagut ose e trajtojmë me anë të akullit ose me anë të zjarit. Pra në thelb ose e djegim ose i vëm akull në thelb, me metodë freezing, që të trajtojmë, por një mënyrë apo një tjetër ne mund ta trajtojmë atë dhe parandalojmë kancerin e esofagut. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ky është i vetmi faktor që njihet që është prekursor i kancerit. Dhe nëse ne e parandalojmë, në atë rast nuk do ketë kancer të esofagut. Dr. Lidia Zulingoj që pa transoral incisionless fundoplicatio, kjo është një metodë i cila ndihmon për refluksin gastroesofagjial. Pra, nëse dikush ka refluks në përgjithësi, trajtimi mjekësor është mos e mjaftueshëm. Dhe nëse funksionon, that's all you need, nuk ka nevojë për ndonjë gjë tjetër. Por në ato raste në të cilat pacientët nuk kanë benefit nga metoda mjekësore, ne ka dy alternativa, ose kirurgjia ose endoskopia. Endoskopia ka
indikime të veçanta, por në thelb është që ne mund të vendosim me anë të endoskopisë përsëri pa nevojë të një prerje të jashtme, mund të vendosim me anë të endoskopisë dhe të krijojmë një forcim të pjesës së fundit të ezofagut dhe duke bërë këtë ulim refluksin. Dhe në këtë mënyrë pacienti mund të ketë benefit edhe pa mjekësi, edhe pa nevojë që të marrë mjekësi mjekime vazhdimisht. Pra në thelb, në përfundi, ka shumë metoda endoskopike. Unë surangoj vetëm disa, ne bëjmë shumë të tjera, që janë të çik më teknike dhe çik më të ralla, por në thelb, koncepti që dua të transmetoj sot është që nëse ka sëmundje serioze gastrointestinale, është mirë që të shkoni të merrni një opinion nga një qendër që ka një ekspertizë në endoskopi të avancuar, sepse ka shumë procedura që njëherë në kohë mund të bëheshin nga kirurgjia, por tani mund të bëhen më thjesht nga endoskopia, dhe në këtë mënyrë mund të keni një benefit më të mirë. Sigurisht, siç thash, endoskopia nuk mund të bëjë dot çdo gjë, ka shumë raste në cilë endoskopia thot nuk mund të bëjë gjë sepse sëmundja është shumë e avancuar ose shpërtej fushës në cilën mund të veprojmë, por përsëri mesazhi në thelb është merrni një opinion sepse disa herë kjo mund të jetë diçka që mund të benefit pa nevojë për kirurgji. Faleminderit për peshën dhe tani jemi në fund jo nga rëndësia, po nga rënditja, vim të pyetjet tuaja.